Një rast ka qenë Peshkopia dhe rasti tjetër ka qenë te Pelena. Nuse të reja, fëmia i parë shtazënie e parë. Të shtruar infektiv dhe për efekte të terapisë me COVID-19 që kundërindikoheshin në terapia e duhet ndërprer bara. Në këtë situata ne kemi vajtur te kirurgjia e përgjithshme, kur sot kemi marrë bebin në bërë operacion lidhje me seksin. Kemi marrë bebin, bebi është indubuar që në atë sallë, sepse ka qenë prematur, ka qenë 28 javësh. Një 200, një 300 tjetri. Po këto qëlluan, domethënë, brenda javës 2 rastet. Dhe kam qenë vetë atje që kam vajtur, kam marrë bebin. Të indubuar, me terapit, sipas protokollave që bëjmë ne, arritëm i shpëtuam këta fëmijë. Dhe të dyja këto nuset, që kjo është e trisht, shkuan në Turqi për të trajtuar për Covid dhe fatkeqësisht të dyja kanë humbur jetën atje. Kjo ishte gjëja që mua më ka ngelur si. Po fëmijët e këto? Fëmijët pastaj i ka marrë, baba i ka marrë. Gjithçka mirë. Me ato të Pelenës kam lidhje akoma, kurse me ato të Dibrës, na bulqizën, ishte, jo, nuk kam komunikim, por që fëmia është mirë.